Momenti mes Albës, Benitës dhe Limit ka qenë një nga skenat më të komentuara brenda shtëpisë, duke nxjerrë edhe një herë në pa tensionet e akumuluara dhe raportet e ndërlikuara mes banorëve. Teksa Limi po i bënte masazh Benitës, Alba nuk i përmbajti dot komentet me nënkuptime dhe vendosi t'i drejtojë asaj një kunj të hapur, duke thënë se disa persona emocionohen në prezencën e tij. Kjo deklaratë u perceptua si ironike dhe provokuese, duke lënë të kuptohet se Alba po e shihte këtë afërsi si të tepruar dhe të qëllimshme për të tërhequr vëmendje. Benita, nga ana e saj, zgjodhi të mos hesht dhe ju përgjigj menjëherë, duke e kthyer situatën në një shkëmbim thumbash. Limi jam emocionu hiç pa më prek. Tash që po më prek edhe më shumë, u shpreh ajo, duke e shoqëruar reagimin me një ton sfidues. Kjo përgjigje jo vetëm që e thelloi më tej tensionin mes dy vajzave, por krijoi edhe një atmosferë të ngarkuar në ambientet e shtëpisë, ku banorët e tjerë nuk mund të mos reagonin me shikime dhe komente të nënkuptuara. Situata nuk mbeti vetëm mes Albës dhe Benitës. Menjëherë pas këtij momenti, debati mori një tjetër drejtim, duke u zhvendosur mes Dolces dhe Albës. Replikat u bën gjithnjë më të ashpra, me tone të larta dhe akuza të drejtpërdrejta. Alba e akuzoi Dolcen për sjellje që sipas saj tregojnë mungesë ndjeshmërie dhe empatie, duke e quajtur hapur narciste. Ky epitet ndezi edhe më shumë përplasjen, pasi Dolce nuk e pranoi këtë cilësim dhe u përpoq të mbrojë veten, duke theksuar se po vepron thjesht sipas bindjeve dhe mënyrës së saj të menduari. Debati mes dy vajzave zgjati për disa minuta, duke nxjerrë në pa kënaqësi të mbledhura prej kohësh dhe mosmarrveshje që duket se nuk lidhen vetëm me situatën e fundit, por me raportet e ndërtuara që nga ditët e para të qëndrimit në shtëpi. Alba shfaqi hapur zgënjimin e saj, duke lënë të kuptohet se ndihet e provokuar vazhdimisht, ndërsa Dolce u shfaqe vendosur të mos tërhiqet dhe të mos pranojë akuza që sipas saj janë të padrejta. E gjithë kjo situatë krijoi një klim të tensionuar brenda shtëpisë, ku aleancat dhe përplasjet po bëhen gjithnjë më të dukshme. Momentet e tilla jo vetëm që ndikojnë në raportet personale mes banorëve, por pritet të kenë pasoja edhe në lojën e tyre strategjike, duke e bërë dinamikën e shtëpisë edhe më të ndezur dhe të paparashikueshme në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.